Zbardhet drafti ligjor për amnistin penale, një nismë që synon të zbuzë dënimet për një pjesë të dënuarve dhe të lehtësojë integrimin e tyre në shoqëri. Sipas draftit të siguruar, mundësini që disa kategori të dënuarve të përjashtohen nga vuajtja e dënimit ose ndjekja penale për vepra penale të kryera deri në 31 dhjetor të 2025-s. Ligji synon të përfshijë të gjithë personat që janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për dënime deri në 3 vjet burg për burra dhe deri në 4 vjet për gratë, përfshirë edhe ato forma alternative të dënimit si gjoba ose shërbimi në komunitet. Për personat që ende kanë pjesë të dënimit për të vuajtur, drafti parashikon përjashtim nga vuajtja e burgut nëse u mbeten deri në 3 vjet burrave dhe deri në 4 vjet grave. Përveç kësaj, amnistia do të përfshijë të moshuarit duke nisur nga 60 vjeç për burrat dhe 50 vjeç për gratë, si dhe personat që ishin të mitur kur kryen veprën penale. Megjithatë, ligji përcakton qartë kufizimet për përfituesit. Nuk përfitojnë amnisti personat që janë shmangur në drejtësi, si ata të aratisur ose të fshehur, dhe të dënuarit për krime të rënda, përfshirë krime kundër jetës dhe njerëzimit, krime seksuale, terrorizëm, vepra që cënojnë rendin kushtetues, autoritetin e shtetit, mjedisin, ekonominë dhe pasurinë, si dhe vepra penale që lidhen me zgjedhjet dhe demokracinë. Për më tepër, amnistia nuk do të prek persona me burgim të përjetshëm dhe ata të cilët gjykohen ose janë në hetim nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Drafti gjithashtu parashikon një lehtësim të dënimit për ata që nuk përfitojnë amnisti të plotë. Për burra, dënimi mund të ulet me 1 vit, ndërsa për gratë të miturit kjo ulje shkon deri në 1 vit e gjysmë. Për çështjet penale që janë edhe në hetim ose gjykim, ligji parashikon mundësinë që ndjekja penale të pezullohet, por gjithmonë duke respektuar kufizimet për krimet e rënda dhe shmanget nga drejtësia. Qëllimi i këtij ligji është të rrisë eficiencën e sistemit të drejtësisë, të ofrojë mundësi riabilitimi dhe integrimi për të dënuarit duke respektuar parimet e humanizmit dhe interesit publik, si dhe mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijëve. Drafti parashikon që ligji të hyjë në fuqi 15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare.